se sa fakti që ne, megjithëse na pikon nga pikpamja njerëzore, zemra për shokët dhe kolegët tanë që shkojnë në dyert e burgut, ne respektojmë sistemin. Dhe në fund fare, të gjithë ata që do votojnë 11 maj duhet ta mendojnë këtë. Nëse do fitoj pala tjetër, për Spakun fillon numërimi mbrapsh. Jo, e kanë deklaruar atë. Kanë deklaruar, Edhe dje ishte por fillon numërimi mbrapsh. Ne mund shprehim pak kënaqësi, ne mund të flasim për procedura, por në Spakun as ke kemi prekur, as nuk do ta prekim. Sikur të gjithëve na çojnë në rresht tek dyert e burgut. Sigur gjithëve të çojnë në rresht. Sepse kjo është marrëdhënia që duhet ketë politika me qytetarin. Nëse sot që flasim, ne nuk do të kishim Spakun. Ose në shoqërinë shqiptare nuk do të kishte ndjesia që po fillon drejtësia, kam frikë se në një numërim mbrapsh, brenda disa vitesh, në Shqipëri do të shpërthente një revolucion. Deklarat e fortë kjo. Mua vjen shumë mirë që ju keni këtë qëndrim, por a e teproi zoti Rama mbas arrestimit të zotit Velia me akuzat ndaj Spak? Diskutimet e tij qenë vetëm të natyrës procedurale dhe tani po ta vini re. Jo, ai tha provoni, tha merrni celularin tim. Të jemi sinqert. Në qoftë se do shikosh kamerën kur ka lëvizur tek grupi, duhet të shikosh fytyrën time. Se kam parë? Duhet ta shikosh. Reagimi yt ka qenë jo i mirë? Reagimi im nuk ishte pozitiv për faktin që ne kishim kaluar disa kolegë, të cilët kishin hequr goxha probleme me drejtsinë. Po të them vetëm një rast, Beqa. Beqa i shkret nuk merrte dot dosjen. Në kuptimin procedurial. Po, e di këtë. Se s'du të vazhdoj, sepse kjo pastaj quhet njerëzore. Unë me Evelin kam një marrëdhënie politike shumë interesante. Unë i kam dhënë tesën e Partisë Socialiste në sy të gjithëve në Kongres. Ju e keni bërë antar? Po. Sepse Cilin vit është bërë antar? Në mos gaboj. Pasi mi bërë Rama kryetar dhe unë sekretari i përgjithshëm. Por kishte një ftohtësi për shkak se ai vinte nga radhë e mjaftit dhe të një pjesë e madhe e socialistëve e konsideronin atë si arsyen pse ne kishim dalë në opozicion. Dhe ju e keni bërë antar, Velien? Po. Dhe arsyetimi im ka qenë se unë kam qenë në lëvizjen e dhjetorit, student. Që trofeja pra? Po pra. Dhe unë kam qenë deputet me Partinë Socialiste, i propozuar nga Forumi i Rinisë së PD-s në atë kohë, që drejtohej nga një ish student i inxhinierisë mekanike, ku unë kisha qenë vetë më student, Arben Lika, ata më propozuan për pishtari i demokracisë. Unë jam edhe i dekoruar nga Zoti Berisha. Nga Zoti Berisha. Si president. Pra, unë teknikisht isha pjesë atyre që Partinë e Vjetër, përpara PS-s, ne e gërzuam nga pushteti. Dhe unë përpoqa në mënyrë të butë të thosha që ta krahasoj me këtë. Jo të gjithë ata të cilët mund t'i keni në një moment caktuar kundër, mund t'i konsideroni... Edhe vetë Rama ka qenë 24 orë antar i PD-s. Rama pastaj ka një histori që bëhet gëshet, por më mirë mos hapim të bisedë. Jo, për Ramën vetëm një gjë do të përmend unë. Për Ramën, se do kthejmë te Velia, pse në fund jemi, mos u mërzit. Kur u bë kryetari i PS-s ka thënë, "Okej, po çarapet e kuqe duhet i ndrrosh. Edhe duhet bësh edhe një jetë mirë familjare", ka thënë. Jo, se kam thënë jetë mirë familjare. I kam thënë duhet martohesh. Po pra, këtë po them. Duhet martohesh. Duhet të heqësh çarapet e kuqe dhe të martohesh. Atë kisha unë. Tani, për të martuar ai dhe e ka yll jetën familjare. Tani çarapet e kuqe i ka hequr. Me Linden më ka çuditur. Nuk duhet ta them kështu, më ka çuditur. Se me të drejtën ja kam thënë. Është mbledhur, ë? Si i themi në jug. Ka marrë gocë tur Tiranse, po unë në perceptimin tim mendoja se ai do merrte në gocë me Pirs këtu në isha i të nëruar. Por e për çorapet e kuqe i ka hequr? Po, çorapet e kuqe i vesh ndonjëherë, po për arsye politike. Pse për arsye politike? Sepse të gjithë kujtojnë se ai do t'ju thotë që unë jam çik kështu. Ai vesh sepse e di që do merren me ato. Dhe sa mënyrë të çuditshme ta shikosh Ramën të veshur, dije që nuk e ka se do të tregohet i çuditshëm, por e ka në funksion të një qëllimi të mirëmenduar të perceptimit publik, dhe në këtë pikë është ndër më të mirë. Dhe bufi, simboli i fushatës, si është dukur? Gjetje? Ma gjetja më e çuditshme në këtë fushatë dikush është? Po? Lulbasha.
që po i del çdo ditë, rame, tani e disha po pres? Po? Ti dalë në ditë, ti gjvishet në... Lakurish? Ha e shikon, se... Lakurish, bëra dhe unë si ty. Po pastaj duhet presësh përgjigjen e dramës që mund të jetë më të mërshme akoma, dhe ne të mbasim zgjedhjet. E bukur ishte që zoti Berisha dje doli me bufin aty, po mendohet, gazetarët thonë që gazetar pranë Berishës, ose spin doktorsat, që është një këshill e Civitas. Mendoj që statusi i Civitas ka krijuar një problem për PD-n. Duket sikur Civitas ka marrë përkohësisht drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe fakti që hapen të tilla thashë teme edhe nga brenda PD-s, tregon se sa i dobët, sa fragjil është edhe vetë drejtimi i doktor Berishës ose i nëndërgjegjes tij përballë elektoratit të djathtë në këto zgjedhje. Ka një mungesë përgatitje dhe vetë listat e sigurta, ku janë futur thuajse të gjitha figurat prominente të PD-s. Që mund të merrnin vota duke qenë lista. Tregon se PD-ja po luan në mbrojtje. Dhe fakti që po luan në mbrojtje këtë kupton çdo votues gri. Sot të votosh për PS, miku im, nuk është të votosh për gabimet e saj. Sot duhet të votosh për një zgjidhje në mungesë të zgjidhjeve të tjera. Pas zgjedhjeve të 11 maj, tu do vinë gjithë drejtuesit e BE-s. E imagjinoni ju një dram të humbur dhe një person që është në ngrata në 2 shtete të thotë kryeministri ardhshëm jam unë. E gjitha kjo është një kosto. Dhe nëse dikush do të bëj koston dhe balancën, duhet ta kuptoj se sa do problemet kemi ne. Sa do numër socialistësh të jenë sot në burg. Shkuarit e kutje votimit, votimi për Partinë Socialiste nuk është një gjetje momentale e Bufit, e Ramës, e Brekusheve, e çorapeve të kuqe, është një zgjedhje pragmatiste, siç e ka thënë një gazetar italian i së djathtës, kur e pyetën a do shkosh të votosh, dhe ku komunistët me demokrisianët ishin pothuajse tha do shkoj te kutja e votimit. Do mbyll hotët dhe do votoj. Mos ja bëj Indro Montanelli? Më duket ai. Dhe nuk kemi sigurt. Më duket ai. Po më duket se ai. Dhe unë mendoj se shumë pakënaqur, shumë njerëz të gris, shumë njerëz që duhet t'i japin një mesazh opozitës që ju duhet ndryshoni, nuk duhet ta vazhdoni më këtë rrugë, nuk vazhdohet më kështu. Duhet shkojnë dhe të votojnë për PS-n për shumë arsye. Për shumë arsye. Edhe pse kanë ikur 1 milion shqiptar? Miku im. Shqiptarë kanë ikur do t'ikin. Por ajo që po ndodh me diasporën shqiptare është një gjë të cilën ne nuk duhet ta shikojmë largimin vetëm si një aspekt negativ social të shoqërisë. Ne jemi një shoqëri që duam maksimumin. Ne jemi tani duke kapur pikat kryesore të globit. Londrën, Brukselin, New Yorkun. Më erdhi një senator miku im, më tha Pandeli, në New York nuk ka më pica italiane. I kanë të gjithë shqiptarët. Senator thëk? Ish senator, që babajnë e ka pasur senator, nga burrat më të mençur që kam takuar. E kam vërë, Manhattan jam çuditur. Shikojmë largimin e njerëzve, jo thjesht si një fatkeqësi, po ajo ka problemet e veta. Por duhet ta shikojmë dhe si një bekim, në një moment të dytë do të kthehen. Do kthehen? Do kthehen, sepse Shqipëria pas 11 maj do vendoset në këmishën e forcës. Djali juaj studion jashtë? Ka punuar rreth 9 deri në 10 vjet në Kombet e Bashkuara me aplikimet e veta. Po? Tani për shkak edhe se është fejuar, po kthehet në Shqipëri. Në Shqipëri? Po. Po kthehet në Shqipëri djali? Po. Po pse sa vjeç është djali juaj, zoti? 29. Ç'a thua mo? Po. Unë thosha, kur ishit kryeministri ishte aq i vogël që ne mundoheshim të kapim një foto, një cep, një kështu aty te zyra juaj. Ja që jeta ikën si tren shpejt. 29 vjeç djali? Po. Mashallah, më bëhet shumë qefi. Për çfarë ka studiuar? Tani ai po aplikon për doktoraturë për inteligjencën artificiale. Marka Rama aty në stafin e vet, se ai ka qef këtë. Ti vendos unë këtë po e them. Nëse do ishte do t'ja bëja një telefonat Ramës, po nuk e kam. Ai do të çaj si gjithë bashkëpunëtarët e vet. Dardhën pemë, domethënë. Do të çaj sipas të gjithë rregullave. Tani jemi në fund, zoti Majko, ju e përmendët zotin Veliaj, e pas keni futur ju në Partinë Socialiste, po mendoni se karriera politike e tij mbaroi? Nuk duhet ta jap të përgjigje.
Është e parë në gjithë karrierën tuaj politike që artikuloni që nuk duhet të jap të përgjigje. Po dhe për kushtet dhe për rrethanat. Të vjen keq? Po pikërisht më vjen keq. Sa e ka fëmijën sot? Unë ju thash që kam 29. Sa e ka Erion Vetiash? 5 vjeç. A mendoni se përveç asaj që ka SPAK-u, e ka sulmuar edhe nga brenda Partisë Socialiste zotë Velia që tjetë aty? Kjo pastaj është për librat e tua të ardhshëm që do të shkruash për Partinë Socialiste dhe politikën shqiptare. Ne tani jemi në fushat. E kuptova. Dhe diskutojmë, shikoj pak, diskutojmë numrin 5. Numrin 5. Unë po e mendoj. Unë po e mendoj. Atëherë intervista ime s'po ska qenë nga që kot. Dhe e fundit fare në SPAK dhe në Qeli është edhe bashkëpunëtori juaj dhe miku juaj dikush Ilir Meta. E para një si e përjetuat momentin që arrestuan. Shumë keq. Po ç'ishte ajo? Si mund të arrestohet presidenti dhe kryeministri ashtu? Mos më pyet. Jo, të pyet sepse kisha Shefqet Muçin, ministrin e drejtësisë të vjetër në 1992, dy fjalë tha: i turpshëm dhe i frikshëm. Pajtoni me këtë? I frikshëm, pa. I turpshëm. Do të gjej një fjalë më shumë se sa kjo. Por sot Ilir Meta është pasojë edhe e vendimeve të tij. Te kjo që po ndodh. Kur ishte president e keni fjalën? Jo, në vazhdim. Por tek unë Ilir Meta. Me dhe Ilir Meta i fresh, i forumit të Rinjës Socialiste. Kur e pa që dhe për dijenin duaj, ne mund të kemi vite pa folur me njëri tjetrin. Pa folur? Po, pa folur. S'na ka rastisur të... Jo, edhe mund të ketë rastisur, po... Me Monikën kam folur se ishim bashkë në Washington dhe nëse do më pyesni, ka një ndarje, miku im, në gjithë të histori. Ju dhëmbi dhe divorci tyre? Ka gjëra të cilat ti duhet i ndjesh si njeri, dhe ky është shpesh edhe mërzia që kam brenda vete, sepse ka gjëra që unë duhet i ndjej si njeri dhe ka gjëra që unë nuk duhet i ndjej si politikan. Mirë, po ja që ato të ndetrohen shkretat dhe ti duhet poshtë mbi të gjitha që je kyqje. Jo, momenti kur e pat që po arrestoi, a ju kujtua momenti që Ilir Meta ju tradhtoi kur ishte zëvendës kryeministër? Kam qelluar me drejtues policisë. Ma kanë thënë që është e xhiruar, sepse unë kam qenë shumë i ashpër. Unë kam reaguar për arrestimin e Sali Berishës, kur Ilir Meta ka qenë kryeministër. Në vitin 2002. Që fal eksperiencës dhe profesionalizmit të rojeve të gardës së Sali Berishës, aty nuk ka ndodhur incident dhe do të ishte një incident që do ndodhte them 28 nëntor. Do përkujtoje në çdo 28 nëntor. E më mend shumë. Unë kam qenë duke festuar me shqiptarën Janin 28 nëntor. 28 nëntor. Dhe kur më kanë marrë në telefon, kam udhëtuar gjithë natën, kam marrë në Shqipëri dhe kam dhënë konferencë shtypi me 2-3 media për ta kundërshtuar atë 28 nëntor vitit 2000. Kam folur edhe me ministrin e brendshëm të asaj kohe, Ilir Gjonin. Po, ka qenë Ilir Gjoni. Duke qenë se kisha pasur shef të kabinetit kur isha kryeministër dhe i thash Ilir, duhet shkosh urgjent në këshilla ime është të shkosh në Komisionin e Mbrojtjes dhe të raportosh lidhur me këtë ngjarje se është ngjarje e tmerrshme. Po me zotin Meta? Kam folur me drejtues të policisë, më thanë që kërkesa ka qenë që të kaloj në makinë të policisë ose dikush të vendose i pas makinës e të shkonin në drejtim të komisariatit. Sipas tyre, reagimi i tij ka qenë shumë emotiv dhe pastaj gjithçka është personalizuar. Por megjithatë, rezerva ime ishte pse në atë vend, pse jo në një mënyrë tjetër dhe në fund fare çfarë do, se karakterin e Ilirit ne e njohim të dy. Duhet gjesh një mënyrë më e qetë për të realizuar. Pastaj unë njoh detajet tjera, të cilat nuk mund t'i shpreh këtu, sepse jemi në fushat. Jo, e kisha këtu, ju kujtua, e kuptoj. Sepse jemi në fushat, miku im, dhe unë jam në listën e hapur të partisë ku kam adheruar që fëmijë, kurse Iliri, ish shoku im i rinis, sot kandidon për Partinë Demokratike. Keni bërë dhe ju socialistët aleancë me Partinë Demokratike. S'ka bërë vetëm Ilir Meta. Në 2017 bashkë ishit.
Dua ta mbyll këtë koment duke thënë se që nga data 1 prill, kur Partia Socialiste firmosi marrëveshjen me LSI, unë nuk ha më ngjall. Nuk ha më ngjallë? Po. Po ç'a ha? Peshk. Po ha peshk se nuk e kam neveri atë do të ke qenë kundër marrëveshjes me Ilir Metën. Kam qenë pronë 2009. Dhe mendoja që Ilir Meta nuk duhet po këtë mendoja si njeri, jo si politikan. Jo, mendoja që për Ilir Metën Sali Berisha ka, siç e thonë në veri, ka shti pushk në 20 janar dhe jam rreth 4 veta. Ka shti pushk Saliu, por arsyeja nuk ishte Saliu. Ilir Meta. Dhe Ilir Meta nuk duhet ta linte në asnjë rast Sali Berisha. Nëse unë do isha në vendin e tij, kur. Jo, problemi është që nuk bën me if ato punë. Po ka ca rregulla, miku im, që ai burri ja tha Enver Hoxhës ka ko burri me turpro. Ai 98 vjeçar, ai nga Kuksi. Eksakt, nga Tropoja, mos gaboj. Nga Tropoja. Nga Tropoja. Kur ka vajt në Dragobin, mos gaboj? Mos gaboj. Kur vajt Enver Hoxha në Dragobin. Zoti Majko, unë të falenderoj shumë, jam shumë i kënaqur tani në fund, se në fillim nisi pak kështu andamento lento, e më atë këngën andamento lento? Shkon çon si ka kuptova. Por jam shumë i kënaqur. Votën time po e mendoj, nuk po të premtoj gjë, nuk më kërkuat në këtë formë, se ju e kishit përjashtuar, po unë po e mendoj për disa, e di për çfarë, jo si antar i Partisë Socialiste, por për qëndrimin tuaj ndaj Kosovës dhe UÇK-s. Do të thënë më emocionuat për ato fjalë aq të mira që keni thënë për Rashid Thaçin, për Kosovën, dhe kur unë në memorie kujtoj kontributin tuaj si kryeministër në vitin 99. Ajo është gjë më e bukur që keni bërë në karrierë, çfarë do të bëni ju. Do të thënë, atë do keni yllin polar të karrierës tuaj si politikan. Kam për detyrën, miku im. Ose siç thuhet, siç e ka thënë dikush, jo unë, duaj vendin tënd, edhe kur duret. Që tani për këtë duaj vendin tënd dhe do ta dua vendin tim edhe nëse nuk do votoj. Jo, edhe sa të pash top tani kështu thoshë, i kam bërë detyrën. mos na dilni atë lagje. Mos na dilni atë. Jo, po ta thash mirë këtë se ke bërë detyrën, po edhe ai kështu thoshë, kam bërë detyrën. E xhepit. $2 milion shkuan në mitat frashri, që harxhonte vetëm për të dashurin e vet në Paris. E lëm me kaq. Zoti Majko, të falenderoj shumë dhe të uroj suksese në fushat dhe në 11 maj. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i përsot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.